100 drunj për 100 punëtor, sa numëron kompania. Ky është donacioni i kompanisë për projektim dhe ndërtim CEACON. Pronarja Kaltrina Sherifi thotë se këtë iniciative morën me qëllim që të kontribuojnë në gjelbrimin e qytetit, që të kenë ajër sa më të pastër. Ajo thotë se drunjet do të mbillen në komuna të ndryshme dhe u bën apel të gjitha kompanive tjera që kanë mundësi të japin kontributin e tyre që të kemi qytete sa më të gjelbruara. I kisha sugjerua dhe kompanive tjera të marrin edhe ata një iniciativë tillë që të kemi një qytet sa më të gjelbruar. Pra ne si kompani kemi marrë këtë iniciativë që të jetojmë sa më pastër në vendin ku jetojmë. Në Tetov do mbillen 24 drun, pastaj do vazhdojmë në Te Arc dhe në qytete tjera ku gjithsej do të jenë 100 drun. Këto drun simbolizojnë edhe punëtorët tonë të cilët punojnë në kompaninë tonë. Drejtori i ndërmarrjes publike komunale Samet Bislimi thotë se ndihmat e tilla janë të mirëseardhura dhe gjithashtu bën apel të gjithë qytetarëve që të ndihmojnë në gjelbrimin e qytetit. Së pari falenderojmë kompaninë CEACON, është e mirëseardhur çdo iniciativë e tillë. Dihet se në Tetov kemi nevojë për drunj dhe hapësira të gjelbërta, ku sa më shumë hapësira të gjelbërta kemi edhe më ajër të pastër. Unë do kisha sugjeruar edhe kompani të tjera të bëjnë një hap të tillë sikurse kompania CEACON, që të kemi një ambient sa më të pastër dhe më të gjelbëruar. Si përfundim, iniciativa e kompanisë CEACON për dhurimin dhe mbjelljen e 100 drunjeve është një kontribut i rëndësishëm për gjelbrimin e qyteteve dhe përmirësimin e cilësisë së ajrit. Ky aksion synon të frymëzojë edhe kompani tjera që të angazhohen në mbrojtjen e mjedisit dhe krijimin e një ambienti më të pastër për të gjithë.